Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot kam gatuar një recetë shumë të thjeshtë që mund ta përgatisni për drekë ose për darkë me mish të grirë të shoqëruar me pure patatesh. Është një lloj salce e thjeshtë që mund ta përgatisni fare kollaj në shtëpinë tuaj dhe mund ta përdorni për çfarëdo lloj recete që keni dëshirë. Mund ta servirni si pjatë më vete, pra si që kam servirur unë në këtë rast, me pure patatesh, ose mund ta servirni edhe me pilaf, me makarona, mund ta servirni për ta ngjyrë me çapa buke, pra si të keni dëshirë. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë do t'ju duhen pak përbërës. Në fillim në një tenxhere unë kam shtuar pak gjalp dhe kur gjalpi ka shkrirë, kam shtuar aty 2 kokra qepe të grira imët. Mirë është t'i grini sa më imët që t'keni mundësi, qoftë me dorë ose edhe me makineri. Gjithashtu do të shtojmë edhe 2 thelpinj hudhre të prerë imët. I shtojmë të gjitha së bashku dhe më pas i kaurdisim ato derisa të fillojnë të zbuten nga pak. Dhe në momentin që qepët kanë filluar të zbuten pak, do të shtojmë edhe mishin e grirë në tenxhere. Në total për këtë recetë unë kam përdorur rreth 350 gram mish të grirë. Mund të përdorni çfarëdo lloj mishi të grirë që keni dëshirë dhe që keni mundësi, të cilin e gjeni kollaj në vendin ku jetoni. Dhe më pas i shtojmë edhe mishin e grirë, i kaurdisim të gjitha së bashku, derisa të shikoni që mishi do të fillojë të ndryshojë ngjyrë dhe të lëshoj edhe lëngun e vet në tenxhere. Në total mund t'ju marrë rreth 2 ose 3 minuta në zjarr mesatar. Gjithashtu në tenxhere do të shtojmë edhe një tas me domate të prera ose domate të shtypura ose pure domatesh, varet se çfarë keni në shtëpinë tuaj. Dhe më pas të gjithë përbërësit i trazojmë së bashku derisa të shikoni që domatet do të fillojnë të treten dhe të bëhen një masë e njëjtë me mishin e grirë dhe qepët. Dhe gjatë kësaj kohe mos harroni të shtoni në tenxhere edhe erëzat tuaja të preferuara. Për këtë lloj recete mund të shtoni çfarëdo lloj erëzash që dëshironi. Unë po ju tregoj erëzat që përdor unë kur përgatis këtë recetë. Unë kam shtuar pak krip në fillim dhe më pas kam shtuar pak piper të zi, piper të kuq, rigon, kam shtuar 2 ose 3 gjethe dafine, por si që thash, ju mund të shtoni erëzat që keni dëshirë. Gjithashtu, unë këtë recetë e preferoj shumë kur e servir edhe me uthull. Kjo varet në dëshirën tuaj, nëse dëshironi mund t'ja shtoni, nëse nuk e dëshironi mund të mos e shtoni fare. Unë në total kam përdorur rreth 2 lugë gjelle me uthull. Dhe kur arrim në këtë pikë, tani do t'i përziejmë të gjithë përbërësit së bashku dhe do t'i lëmë të gatuhen për 1 ose 2 minuta në zjarr mesatar, derisa të gjithë përbërësit të jenë përzier mirë me njëri tjetrin. Dhe më pas në tenxhere do të shtojmë edhe ujin që na duhet për zjerjen e gjellës.
Dhe në këtë pikë në tenxhere, unë preferoj të shtoj edhe një lugë gjelle miell të tretur në një gotë me ujë. E shtoj miellin pasi më pëlqen shumë që kjo gjellë në fund apo kjo salcë të marrë trashësinë që duhet. Dhe pasi shtojmë edhe miellin, do të shtojmë edhe pak ujë tjetër në tenxhere dhe tani të gjithë përbërësit do t'i lëmë që të marrin val. Këtë lloj salce do ta lëmë që të ziejë në total për të paktën 15 ose 20 minuta në zjarr mesatar. Dhe pas 20 minutash do të shikoni që salca është trashur aq sa duhet dhe ka zier ashtu siç ne e duam. Tani salcën e keni gati dhe mund ta servirni si të keni dëshirë. Do të shikoni në fund fare që unë salcën e kam servirur me pure patatesh. Recetën për pure patatesh e kam sjellë disa herë në kanalin tim, nëse dëshironi mund ta kërkoni duke bërë kërkimet te kanali im Rajana Kitchen. Por si që thash, ju mund ta servirni edhe me pilaf, me makarona, mund ta servirni kështu thjesht siç është, ose me çfarëdo lloj recete që keni dëshirë. Shpresoj shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.